Një prej senatorëve të Partisë Socialiste Namik Dokle pranon se në situatat më të vështira të kësaj force politike ka pasur lëvizje të forta për t'i vënë kundër njëri tjetrit drejtuesit e Selis Roz, duke përdorur si një mundësi forumin rinor eurosocialist. Kujtoj që në kohën e mocionit Nanos, që është bërë në pas vjedhjeve të 96, vjedhjes së votave të 96-s, Ilir Meta ka qenë antar i kryesisë dhe ka qenë nën kryetari i Partisë Socialiste i propozuar nga unë. Dhe ka mbajtur një qëndrim në përputhje me qëndrimet e forumeve të Partisë Socialiste pa u ngatruar në vogëlsira të kësaj natyre. Deputeti rikthehet sërish për plasjeve fresh Partisë Socialiste, duke reaguar për herë të parë në Ora News edhe për deklaratën e një prej aktivistëve të themelimit të fresh, Monika Kryemadhi, se kreu i atëhershëm i Partisë Socialiste Fatos Nano tentoi të vinte Ilir Metën kundër Namik Dokles dhe Servet Pollumbit. Në atë kohë unë drejtoja sektorin politik të Partisë Socialiste në korrik të vitit 91. Në këto zyra erdhen dhe kërkuan takim me mua 6 të ri, të cilët realisht ishin iniciatorët e parë të krijimit freshit. Dhe ata ishin Pandelim Majko, Ilir Zela, Arjan Kokoshi, Hakim Orina, Flamur Metallari dhe Lavdrim Krashi. Kujtoj që 2 prej tyre erdhen edhe me pandofla. Ishte një herezi. Ata u mirëpritën në mënyrë shumë të ngrohtë nga gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste. Ka pas problemet e veta natyrisht si një forum që ishte në rritje, po padyshim ka qenë për mendimin tim gjëja më e mirë që Partia Socialiste bëri në atë kohë, duke kriju hapësira maksimale për këtë breztëri. Në ditëlindjen e 21 të fresh, Namik Dokle, një nga deputetët që mbështeti më shumë forumin dhe Ndrej Legisi, themeluesi i tij, rrëfejnë për Ora News kujtimet e strukturës që përgatiti disa nga fytyrat e reja të së majtës shqiptare.